Bllokimi i kolektorëve nga përmbytjet e pak muajve më parë ka bërë që në ferras të Levanit ujërat e zeza të dalin në sipërfaqe, duke shkaktuar ndotje alarmante në zonë. Në ferras jetojnë rreth 300 familje, ku banorët shprehen se kompania përgjegjëse për mirëmbajtjen e kolektorëve nuk angazhohet për pastrimin e tyre. Situata paraqitet më shqetësuese pranë pallateve, duke u bërë shkak për konflikte të vazhdueshme mes fqinjëve. Nuk funksionon kolektori fare, u mbytëm. Na vim brenda, na eri poshtë krevatit, zije me njerëzit, nga do vetë, do hap kapakun. Eri lumi si vetë u blokua dhe jemi deri këtu. Par dia ra 20 minuta shi, 20 minutë dole në borë, malë që sukut brenda banjot në për shpi. Gjithë problemin e ka ky zotnia në kat parë, ne jemi në kat dytë. Tani mua do mi vëri një tapaj poshtë edhe të notoj dhe unë lartë. Ata përrim flën gjumë. Po ne që i paguajmë të tëra detyrimet me një pension 200.000 lekë, shteti të vëri dorë të neve. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve, problemi ende nuk ka marrë zgjidhje. Ku do ankohemi, ku do vëmë? Po ne dhe me behartë, po kemi aty më. Na që kjo kur u bë kolektori, e shkritu rruga, ngellë në borët grop. Ujtë edhe të shiut që bje këte, kthehet vjen atje, më vjen të shkallë. Tash një sëmundje fillon në miza e drejtje të tëra aty, do një zgjidhje. Kush po na ndëgjon? Të gjithë duan të hanë. Shikojnë atë xhepi, i dhe 5 lekë, do vi ta shukë gënjet. Marrin votat, jara ne pensionistët po marrin votat. Po bëj për popullin, se jemi për faqe të zezë. Kot sa po jetojmë, kështu po them unë vetën time, pse s'po më me? Pas ngritjes së shqetësimit nga banorët, News 24 u interesua pranë shoqërisë rajonale të ujësillës kanalizimeve Fier, të cilët bëjnë me dije se investimi i kryer në këtë zonë nga bashkia nuk ka qenë asnjëherë në varësinë dhe menaxhimin e tyre. Shoqëria e ujësillës kanalizimeve bën të ditur se do të ndërhyjë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve të bllokuar, por pavarësisht kësaj, banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare dhe jo provizore.